Të ndëruar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin e ftuar sot në studio, ku do të flasim edhe sot për një temë shumë të dobishme, shumë të rëndësishme dhe interesante. Do të flasim për gjeneratën Z, që në fakt do ta kuptojmë se çfarë paraqet kjo gjeneratë, cilat janë sfidat me cilat përballet kjo gjeneratë, dhe njëkohësisht çfarë flet edhe filozofia perëndimore dhe çfarë flet në anën tjetër edhe religioni apo feja për këtë temë. Ndër dhe kënaqësi që në studion tonë për të kuptuar më shumë rreth kësaj teme të kemi juristin dhe opinionistin Belkis Latifi. Përshëndetje, mirë se na erdhat. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën, mirë se u gjej, është kënaqësi. Kënaqësia është e jona që gjithmonë do të kemi në emisionet tona për të folur për tema shumë të rëndësishme, dobiprurse dhe pozitive. Faleminderit që gjithmonë na nderoni dhe kontribuoni për emisionin tonë. Fillimisht të na flisni pak se kush është në fakt gjenerata Z apo Gen Z, siç njihet ndryshe, njoftimi i përgjithshëm për opinionin që ndoshta nuk e di. Gen Z apo gjenerata Z, ndryshe quhen si I generation apo Zoomers, janë gjenerata e cila i përket viteve 1995 deri në vitin 2010, apo sipas disa studiosëve të tjerë, varësisht e thonë se ka prej viteve 1997 deri në vitin 2012. Kjo gjenerat është një lloj gjenerate e cila ballafaqohet me një sfidë të paprecedent më herët, për shkak se është gjenerata e parë e cila duhet që ballafaqohet ndryshe me një çarje ekzistenciale, për shkak se duhet që karakterin e tyre, ose thënë ndryshe profilet e tyre, t'i ndërtojnë paralelisht dhe njëkohësisht në dy botra, në botën fizike edhe në botën digjitale. Pra kemi të bëjmë me një gjenerat e cila, thënë më ndryshe, nuk e ka përjetuar kohën apo botën pa internet. Është një gjenerat e cila është rritur gjithmonë me një smartphone në xhepin e tyre. Përderisa për shembull tek filozofia perëndimore, shpirti është konceptuar si uniteti i brendshëm i personit. Prej te Platoni dhe deri tek Hegeli ka qenë kështu. Shpirti është konceptuar si uniteti i brendshëm i personit. Ndërkohë, në kohën e tanishme, ky lloj uniteti është i shpërndar, sepse përveç kësaj kemi edhe botën do të thotë digjitale edhe botën e rrjeteve sociale dhe të internetit. Për shembull, në kohën e sotme neve mund të kemi një të ri i cili jeton dhe vepron në Tetov, por në të njëjtën kohë mund të ndjej afërsi më të madhe për shembull me një influencer i cili ndodhet në Argjentinë apo në Kinë apo ku ta diun se çfarë, dhe ndërkohë të jetë i largët me fqiun e tij, me të cilin mund të shihet për ditë dhe mund të qëndrojë për ditë. Tani imagjinoje, çfarë na ndodhi neve me rrjetet sociale. Ata e bën një gjë. Personin i cili është larg e afruan, mirë po personin i cili është afër e larguan. Dhe tani neve kemi një ndërlidhje edhe emocionale, edhe shpirtërore, thamë mund ndjem një afërsi më të madhe me një person i cili ngjitet me mijëra kilometra larg. Mirë po neve kemi haruar se kur jemi ulur që të pim nga një kafe me fqiun, i cili është 10 metra afër nesh. Ndërsa në shumtën e kohës qëndrojmë në komunikim me dikënd i cili është mijëra kilometra larg nesh. Kjo nuk paraqet problem në vetvete të jemi neve në komunikim edhe me persona të cilët ndodhen më larg. Mirë po, fillimisht duhet që neve të krijojmë afërsinë e komunikimit, të jemi prezent me persona të cilët janë afër nesh, duke filluar nga familja e pastaj fqiet, shoqëria e afërt dhe kështu me radhë. Për shembull, një prej filozofëve gjerman, Martin Heidegger, e konceptonte ekzistencën njerëzore si të qenët në botë, pra me qenë i pranishëm, të jesh në botë. Kështu e konceptonte Martin Heideggeri. Po, cila është kjo botë, për shembull sot kur neve vazhdimisht jemi të lidhur me një univers paralel. Në të njëjtën kohë, ai atëherë thoshte se do të thotë të qenët në botë, mirë po, kjo botë sot nuk kupton dy botra paralelisht, dhe një person pa një hartë se si të lundroje në vazhdimsi ndërmjet këtyre dy botrave, pa një hartë të qartë se si duhet të zhvilloj rrugtimin e tij, sigurisht që ai mund të përfundojë në çarje ekzistenciale e cila pastaj fillon të përjetohet edhe si ankth. Për shembull, të qenit online janë shumë fishta në kohën e sotme. Për shembull, dhe një person mund që të ketë profil të ndryshëm apo të ketë një paraqitje ndryshe, për shembull në disa prej rrjeteve sociale. Një platformë tjetër mund të ndjek në YouTube, ndryshe mund të jetë në TikTok, ndryshe mund të performojë në Facebook apo Instagram dhe kështu me radhë, dhe vjen deri tek ajo që filozofët e quajnë humbja
e vetvetes. Do të thotë në krijohet një katrahull për shkak të profileve të ndryshme që posedon personi, edhe pastaj vjen deri te problematika e humbjes së vetvetes. Për shembull, ndryshe prej gjeneratës së milenialsave, e cila përfshin periudhën prej vitit 1981 deri në vitin 1996 afërsisht, ata janë periudha e fundit gjenerata e fundit e cila e ka përjetuar periudhën pa pasur internet, apo kur ka për periudhën e tranzicionit, ka qenë një periudhë në cilën njeriu për të qenë online, për shembull, është dashur që të afrohet tek kompjuteri, të qëndrojë 1 orë, 2 orë, është larguar dhe me kaq ka mbaruar të qenit e tij online. Vetëm 1 orë, 2 dhe ka përfunduar, ndërsa tani jemi në periudhën ku njeriu 24/7 qëndron i lidhur me rrjetet sociale, qëndron i lidhur me botën virtuale. Për ta kuptuar më mirë këtë gjenerat, do të thotë për cilën po flasim, Gen Z, gjenerata Z, neve duhet ta kujtojmë se kur është lansuar për shembull iPhone-i i parë në vitin 2007, Zoomersi, i kësaj gjenerate më i vjetër, ka qenë 12 vjet. Kur neve e dim se Facebook është lansuar në vitin 2004, Instagrami rreth vitit 2010 dhe kështu me radhë. Pra, janë platforma të cilet Zoomersi më i vjetër i ka pasur vetëm 12 vite. Edhe ai e ka kapur, do të thotë, krejtësisht periudhën në cilën është ballafaquar në vazhdimsi me dy botrat, me ato fizike dhe botën digjitale. Po. Megjithatë, cilat janë problematikat, vështirësitë dhe sfidat, thënë më ndryshe, me të cilat përballet kjo gjenerat, cilat mund t'i numërojmë si sfidat e tyre? Neve do të përmendim disa prej problematikave, fillimisht do t'i përmendim sfidat apo problematikat me cilat ballafaqohet kjo gjenerat, që më pastaj të japim edhe solucionet, të japim edhe zgjidhjet se si ato duhet që ti të i kalojnë këto, apo çfarë ndihmese mund të kenë në këtë drejtim. Unë jam referuar më shumti një punimi shkencor të cilin e ka botuar së fundmi profesor doktor Metin Izeti në lidhje me këtë tematikë dhe rrugdaljen apo rrugzgjidhjen e kësaj problematike. Dhe potencohet se një sociologe amerikane, Jen Twing, ajo thot se kjo lloj gjenerate me këtë lloj performance dhe me këtë lloj qasje arrin deri në atë e cila atyre ju shkakton ankth, depresion edhe një lloj vetmbylljeje. Realisht personat e tillë janë social, do të thotë qëndrimin me njerëz, por e ndjejnë brenda vetes së tyre. Pra, edhe të qenit me njerëz nuk nënkupton se ata nuk e ndjejnë vetmin, do të thotë izolimin social, edhe pse janë të pranishëm në mesin e njerëzve. Gjithashtu e kemi një studim të Universitetit të Oxfordit, i cili është bërë në vitin 2023, i cili thotë se nuk është problemi vetëm qëndrimi i para ekraneve, por është problemi edhe se si menaxhohet kjo kohë për brenda e këtyre, do të thotë, ekraneve, se si e harxhon, sepse nëse ai mundohet që ta shfrytëzoj për të pasur një lidhje komunikimi, për të zhvilluar një biznes për shembull, apo për të bërë një ulëmtim shkencor, apo për të kërkuar materiale, tani më kemi të bëjmë me një bisedë krejtësisht tjetër. Mirë po, kjo lloj qasje e përdorimit nuk kupton sipas sociologës se shkakton, do të thotë, depresionin edhe ankthin. Problemi është se identiteti në këtë rast bëhet performancë. Edhe pastaj, pyetja, kur identiteti bëhet performancë, pyetja më nuk është kush jam unë, gjë që në këtë mënyrë duhet shtruar. Nuk bëhet më pyetja kush jam unë, por si do të dukem unë. Tani më ndron kaja dhe pastaj kjo si bazament dhe pastaj edhe qasja në vazhdimsi prej kësaj rrjedh. Për shembull, një filozof këtë e quan shoqëri e performancës. Çfarë nënkupton? Kjo nënkupton se individi tani më nuk është i shtypur nga jashtë. Individi në këtë lloj, në shoqëri që ai e quan si shoqëri e performancës, individi nuk shtypet më nga jashtë, por ai shtypet nga brenda. Çfarë nënkupton kjo? Kjo nënkupton që përgjatë qëndrimit në rrjetet sociale do të fillojë krahasimi. Dhe krahasimi menjëherë do ta zhbë kënaqësinë dhe do të prodhojë ankth. Çfarë nënkupton? Përgjatë përcjelljes në rrjetet sociale do të sheh gjithmonë dikon i cili është më i suksesshëm, dikon i cili është thonjza më i bukur, dikon i cili është më i pasur dhe kështu me radhë. Dhe kjo çfarë do të prodhojë? Do të shkaktojë tek ai ndjenjen e përhershme të pamjaftueshmërisë. Në ndërkohë, pamjaftueshmëria është rruga e cila do të thotë gjithmonë e ka fundin në depresion edhe në ankth. Ndjenja e pamjaftueshmërisë. Në ndërkohë, kur personi lidhet në rrjetet sociale dhe sheh vazhdimsi, edhe
nuk e ka të instaluar ndjenjën e vetë mjaftueshmërisë që neve do ta cekim në vazhdim se si mund të arrim deri te kjo, ajo ati do t'i shkaktoj menjëherë do të thotë mërzitje, do t'i shkaktoj depresion edhe do t'i shkaktoj një ankth, sepse gjithmonë ka dikush i cili në këtë botë mund apo bën diçka më tepër. Edhe në qoftë se fillon që sipas sociologës fillon pastaj krahasimi me bashkëmoshatarët apo me njerëzit e tjerë të cilët jetojnë në këtë shtet apo në shtete tjera, tek ai menjëherë do ta pradhojnë ndjenjen e pakënaqësisë në këtë rast. Megjithëse i përmendet në fakt disa nga shkaqet që bien deri në këtë pakënaqësi, por cilat mund të jenë arsyet që ndodh ky dëshpërim ose thënë ndryshe arsyet që ndodh kjo lodhje psikologjike? Në qoftë se ndalemi dhe analizojmë dhe e shohim pse ndodh ky dëshpërim. Një prej filozofëve danes, i cili njihet ndryshe edhe si babai i ekzistencializmit, Soren Kierkegaard, ai kur flet dhe kur shkruan për dëshpërimin thotë se dëshpërimi vjen nga mungesa e një harmonie me veten. Mungesa e harmonisë me veten e prodhon do të thotë dëshpërimi, një refuzim do të thotë i qenjes që jemi. Do të thotë sipas Soren Kierkegaardit, dëshpërimi dhe ankthi vjen në momentin kur njeriu nuk është i kënaqur me atë që është dhe dëshiron që të jetë tjetri. Nuk është i kënaqur, nuk ka një harmoni me vetveten e vet dhe gjithmonë do të thotë dëshira për të qenë dikush tjetër dhe jo ai që është. Dhe kjo dëshirë për të qenë dikush tjetër dhe jo personi i cili është tek ai do të thotë e shkakton dhe e prodhon këtë ndjenjen e ankthit edhe të depresionit. Dhe kur njeriu mendon që duhet të sillet, mendon që duhet të performoj, duhet të paraqitet para të tjerëve, ai i cili nuk është. Kjo do t'ja prodhojë dëshpërimin. Për shembull, ai e ka një status të caktuar. Mirë po, dëshiron që para të tjerëve, kur të performoj apo kur të paraqitet në rrjetet sociale apo ndokund, dëshiron të paraqitet ai që nuk është. Dëshiron të paraqet para të tjerëve se e ka një status të caktuar, të cilin status nuk e gëzon, apo të cilin status nuk e ka. Dhe sipas Kierkegaardit, kur neve nuk jemi në harmoni me veten, nuk jemi të kënaqur me veten tonë, por dëshirojmë që të jemi dikush tjetër, e që ai nuk jemi ne, në këtë rast do të prodhohet, do të shkaktohet dëshpërimi. Pse? Dhe kjo është shumë evidente në kohën e sotme. Për shembull, një i ri duhet që ta ketë parasysh statusin, ta ketë parasysh veten. Kush është ai? Dhe të mos mundohet që të krijojë profil i cili nuk është, sepse kjo pastaj do ta çojë në rrugë të lodhshme, në rrugë të cilat do të jenë depresive, sepse duke u munduar pastaj të bëhet ai që dëshiron të bëhet e që nuk është i tillë, kjo rrugë pastaj fundi i saj do të jetë edhe do të prodhojë një pakënaqësi të madhe tek ai. Në ndërkohë zgjidhja e kësaj është kur njeriu do të fillojë që të krijojë harmoni me veten e vet, do të mundohet që të jetë i kënaqur me gjendjen në cilën është, të jetë i kënaqur me atë të cilën e ka, të jetë i kënaqur me atë që e përformon, të jetë i kënaqur me atë që e gëzon, të mundohet që të jetë në harmoni të plotë me veten dhe të mos ketë maska në paraqitjen ndaj të tjerëve. Sikurse është në shtëpi, i tillë le të jetë në kuptimin si personalitet, sepse normalisht dallojnë mënyrat e komunikimit, sjellja, qasja dhe kështu me radhë, por ai i cili është i tillë në Maqedoni edhe kur shkojnë në Gjermani i tillë le të jetë. Ai i cili është në punë i tillë edhe kur të jetë në shoqëri le të jetë i tillë. Jo neve sikurse ndodh edhe përmendëm edhe më herët në krijimin e profileve të ndryshme edhe në botën virtuale, por e shohim se personi është ndryshe në rrjetet sociale dhe kur neve e takojmë në mënyrë të drejtë për drejtë e shohim se është krejtësisht ndryshe nga ajo se paraqitet. Dhe kjo diskrepancë sigurisht që do të prodhojë ankth sipas Soren Kierkegaardit. Po, megjithatë për gjithë këtë që po flasim, çfarë thonë statistikat? Pra si është gjendja përgjithsisht me këta të ri? Statistikat sigurisht që janë alarmante, për shembull kur neve flasim në lidhje me problemet e shëndetit mendor dhe emocional dhe problemet e kësaj lloji natyre, pra depresioni janë në rritje të vazhdueshme kohëve të fundit. Për shembull sipas Qendrës Kombëtare Amerikane të Statistikave të Shëndetit, depresioni dhe ankthi tek grupmoshat prej 14 deri në moshën 25 vjeçare janë rritur mbi 70%
që nga viti 2012. Kurse viti 2012 në Amerikë është një vit në cilin do të thotë gjysa e popullsisë është pajisur me nga një smartphone. Që nga ajo periudhë viti 2012 deri tani do të thotë kemi një rritje prej 70% tek grup moshat prej 14 deri në moshën 25 vjeçare është rritur do të thotë ankthi. Dhe gjithashtu e kemi një studim të Universitetit të San Diego, i cili është bërë në vitin 2023, i cili thotë adoleshentët të cilët kalojnë më shumë se 5 orë në ditë në rrjetet sociale janë të prirur më së shumti që të paraqesin simptoma të ankthit edhe të depresionit, për dallim prej atyre të cilët e kalojnë vetëm 1 orë brenda ditës. Dhe sipas disa statistikave tjera, një i ri sot përdor rrjetet sociale prej 6 deri në 8 orë brenda ditës. Dhe kjo neve na ka futur në një, si të themi ndoshta një rreth vicioz, sepse në qoftë se unë do të thotë për një periudhë të caktuar brenda ditës, mirë po kur jam i lirë, jo kur jam i zënë, sepse nëse neve jemi i zënë me punë 5 orë, neve në atë periudhë edhe po duam nuk mund ta përdorim, sepse jemi duke punuar, mirë po, kur neve nuk kemi ndonjë punë dhe obligim të caktuar, për shembull e kemi periudhën prej 3 orëve, dhe nuk kemi ndonjë obligim të caktuar, në atë moment llogaritet se neve nuk e përdorim rrjetet sociale nëse nuk i përdorim. Dhe çfarë do të bëjmë? Në moment që neve për shembull, prej ora 14 e deri në ora 17, 3 orë janë në pyetje. Në qoftë se unë e largoj smartphone-in tim, brenda këtyre 3 orëve çfarë do të bëj? Shiko tani, menjëherë e shohim një dallim të madh. Brenda këtyre 3 orëve, kur unë nuk do ta përdori smartphone-in tim, për shembull, do ta vendos, do t'ja bëj obligim vetes sime që brenda ditës 4 orë do të qëndroj larg telefonit. 4 orë. Obligim. Brenda ditës do të qëndroj larg telefonit. Mirë po, shiko se çfarë të mira do të na sjell, çfarë fryte do të na sjell të menjëhershme ky lloj distancimi. Për shembull, brenda kësaj ore, prej ora 2 deri në ora 5 apo 6, unë çfarë do të bëj? Nuk do ta përdor telefonin tim. Mirë po, kjo çfarë nën kupton? Kjo nën kupton që unë fillimisht do të krijoj afërsi më të madhe brenda familjes. Sepse kur unë nuk do ta kem në dorë smartphone-in tim, unë ndoshta në ato momente do të zhvilloj një bisedë me babain tim. Ose do të kthehem mund të flas me nënën time, ose do të bisedoj me bashkëshorten, ose do të bisedoj me fëmijët e mi. Po edhe në qoftë se unë do të dal në një kafene, kur do të ulem me ndonjë shok, dhe nuk e kam smartphone-in tim në xhep, në kupton që do ta vë fokusin tek biseda me të. Koncentrimi im do të jetë më i madh. Por rrjedhimisht edhe do ta shijoj. Në qoftë se brenda ditës edhe gjysmë ore neve shkoqitemi, largohemi prej smartphone-it dhe themi momentin kur do ta pi kafen në mëngjes, në një kafene apo në shtëpi, pavarësisht se ku, brenda asaj gjysmë ore nuk do të përdor asgjë, vetëm do ta shijoj momentin. Qoftë duke e pirë kafën, qoftë duke biseduar me personin i cili është pranë meje, me shokun tim, me familjarin tim dhe kështu me radhë. Dhe shiko, dhe pastaj njeriu mund të arrijë deri në një shkallë, deri në një grad që mezi do të pres të vi dita e nesërme, të vi ai orari ku ai do të përjetoj këto momente kënaqësie, të cilat ja jep menjëherë largimi për një periudhë të caktuar, sepse nuk është biseda që bëhet një shkoqitje totale. Sepse një shkoqitje totale nuk kupton që edhe distancim prej rrjedhave të jetës, sepse kemi në vazhdimsi rrjedha të ndryshme, kemi informacione të ndryshme dhe një i ri në qoftë se distancohet krejtësisht nga rrjetet sociale, për shembull do të del në një kafene, ulet në një rreth shoqëror, neve tash këtu jetojmë, jemi dhe i dim rrethanat, edhe fillon biseda për një gjë e cila është shumë e njohur që ka ndodhur, ky nuk është fare në rrjeta dhe pastaj do të fillojë me njëherë shakaja. Pra nuk nënkupton një largim i krejtësishëm, por nënkupton një largim i brendshëm edhe pse neve do të jemi në rrjetet sociale. Po, megjithatë për këtë që po flasim deri më tani, çfarë thot filozofia perëndimore dhe në anën tjetër çfarë thot feja apo religioni? Në qoftë se shohim neve filozofinë perëndimore, ajo e koncepton do të thotë identitetin si një konstrukt social. Gjë që nënkupton se sipas filozofisë perëndimore thotë identiteti i njeriu do të thotë ndërtohet nga shoqëria edhe kultura në të cilën ai jeton. Në ndërkohë religioni apo Kurani ka një paradigmë krejtësisht ndryshe prej kësaj në cilën e thotë filozofia perëndimore. Çfarë thotë religioni? Thotë se identiteti autentik, ai original i njeriut nuk ndërtohet, por çfarë ndodh? Ai zbulohet. Pra,
Për dallim prej filozofisë perëndimore, e cila thotë se identiteti, autenticiteti njeriut ndërtohet prej shoqërisë dhe prej kulturës, tek religioni e kemi se jo, ai nuk ndërtohet, ai thjesht zbulohet, sepse dhe ky lloj identiteti origjinal i njeriut quhet në terminologjinë e religionit fitra, ose në kupton natyrshmëria e pastërt, që neve e kemi pasur atë originalitetin, mirë po e kemi mbuluar dhe vjen një kohë që e kërkon rikthimin në origjinë, në origjinën e pastërt që nën kupton në këtë kontekst sfida e Gen Z, e gjeneratës Z, nuk është se një problem i mungesës së identitetit, por është një problem i mbulimit të identitetit. Pra kjo lloj gjenerate thjesht po e mbulon identitetin dhe jo që i mungon apo se nuk e ka. Kjo është për shembull një proces, si themi, i ngjashëm me ato që depth psychology, psikologjia e thellësisë e quan individualizim. Dhe çfarë bën? Procesi i cili zhvillohet tek kjo lloj psikologjie me personin, tretmani, terapia e cila zhvillohet me personin tek psikologjia e thellë, individualizimi, nënkupton që e merr pacientin edhe ja fillon që t'ja heq maskat e rreshme, fillon që ta kthej atë vetvetja. Mirë po, kjo lloj procesi shkakton një egocentrizëm. Personi do ta ndjej veten të veçuar nga të tjerët. Në ndërkohë tek religioni nuk kemi egocentrizëm, por kemi teocentrizëm. Për shembull, kontrolli, sepse këtu e kemi thot tek psikologjia e thellësisë gjeje vetveten. Edhe kjo shkakton qasje narcizoide. Në moment që njeriu ai mund të ndihet mirë, mund të thotë në rregull, mund që t'ia kthej disponimin personit dhe kështu me radhë. Mirë po, qasja e religiozit është teocentrik, sepse njeriu e gjen veten tek religioni kur e gjen Zotin. Në moment kur e gjen Zotin, ai e ka gjetur vetveten. Kjo sepse vetvetja e vet origjinale, autenticiteti i tij nuk është i ndarë prej Zotit, prej krijuesit. Dhe kur ai e gjen vetveten, atëherë kur e gjen krijuesin. Por dallim prej thellësisë, prej psikologjisë së thellësisë, e cila thotë se e ka një qasje egocentrike, e gjen veten mirë po të veçuar nga të tjerët, të i veçan nga të tjerët dhe kështu me radhë, dhe këtu qëndron do thotë dallimi mes psikologjisë dhe mes qasjes religionit. Po. Megjithatë që përmendet pak më herët disiplinën e brendshme, por dhe spiritualitetin ose atë shpirtëroren. A janë këto një rrugdalje ose një solucion, një zgjidhje, nëse mund të themi? Sigurisht, absolutisht që po. Neve e elaboruam pak shkurtimisht çështjen e disiplinës së brendshme, e cila është shumë e rëndësishme. Këtu e kemi do të thotë për shembull në psikologjinë perëndimore, e përmendëm pak më herët, e kemi fokusin tek vetpranimi. Pranimi i vetes ashtu siç është. Për shembull, qasjen të cilën e bën psikoterapia e ka që brenda terapisë të cilën e bën me individin t'ia mbjell tek ai ndjenjen e pranimit të vetes ashtu siç është. Dhe kjo sigurisht është një hap i rëndësishëm, një hap i mirë dhe një hap i duhur. Kur njeriu e pranon veten ashtu siç është një hap i rëndësishëm. Mirë po, për dallim prej religionit, këtu do të thotë nuk kemi vetëm pranim të vetes ashtu siç është dhe të ngjesurit në vend, sepse kjo prodhon pasivitet. Vetëm e pranon se nuk mund të ndryshosh realitetin e kështu me radhë, mirë po nuk ndërmerr hapa. Në ndërkohë tek çështjet e fesë, tek religioni, neve e kemi pranimin e vetes ashtu siç është dhe të njëjtën kohë përpjekja për diçka më të madhe, përpjekja për diçka më të mirë. Edhe nënkupton do të thotë mbështetjen që individi e bën tek Zoti, mirë po, pasi që ai e ka bërë punën, pasi që ai e ka bërë veprën. Tek besimtarët, tek spiritualiteti, personi fillimisht e bën punën, e pastaj mbështetjen e lë tek Zoti i gjithësisë. Edhe pastaj nuk mërzitet, nuk brengoset për rezultatin që pason, sepse ai ka ndërmarr hapat, i ka ndërmarr shkaqet dhe pastaj është mbështetur tek Zoti. Cila do që të jetë rezultati, ai është i kënaqur pastaj, e pranon veten ashtu siç është. Mirë po, pasi që është përpjekur. Pastaj sigurisht që edhe nëpërmjet, nuk e di, a kemi edhe shumë. Sigurisht kemi. Po. Edhe nëpërmjet asaj që quhet durim apo që quhet sabër, personi i cili do të thotë kjo nuk nënkupton një pasivitet. Sabri thjesht nuk nënkupton pasivitet, që njeriu të bëj durim
për një situatë të caktuar në cilën ndodhet, apo për një situatë e cila është aktualisht apo për momentin në disfavorin e tij, jo, kjo nuk kupton një durim i cili është aktiv. Pra, personi në të njëjtën kohë ballafaqohet në thonjza me një situatë të disfavorshme për të, por të njëjtën kohë ai përpiqet që ta evitojë atë, përpiqet që ta te i kaloj atë. Për shembull, ajo që desha të potencoj këtu është një çështje shumë e rëndësishme, i ka dy koncepte religioni që dallojnë prej çështjes së filozofisë perëndimore dhe psikologjisë perëndimore. E kemi ato e cila quhet neve e përmendëm pak a shumë fitra, natyrshmëria e pastër, originaliteti, dhe tjetra është halifa, e cila nuk kupton zëvendësi Zotit në tokë, në kuptimin që jo që zëvendëson Zotin, mirë po e bën mbarvajtjen e jetës konform vullnetit dhe rregullave që ka përcaktuar Zoti. Edhe në ndërkohë kemi përgjigjen ndaj dy pyetjeve të cilat janë problematike dhe filozofia perëndimore nuk i jep dot përgjigje. E kemi tek fitra natyrshmëria e pastër, e kemi përgjigjen e pyetjes kush jam unë, edhe së dyti te kjo më këmbësia që jemi neve në tokë, kemi përgjigjen pse jam unë këtu. Në qoftë se një i ri nuk din që t'ju jep, apo nuk ju qaset, nuk u lumton, nuk kërkon që të gjej përgjigjen e këtyre dy pyetjeve, absolutisht që do të ballafaqohet me probleme. Pyetjet janë, kush jam unë në thelb? Edhe pse jam unë këtu, në këtë botë? Për shembull, ky koncept që neve po flasim është një antidot shumë i fuqishëm kundrejt dy sëmundjeve të cilet janë të epokës son digjitale. Çfarë është ajo? Ndjenja e pafuqisë. Ajo që e përmendëm. Vjen dhe këtë do të thotë e ka përmendur Martin Seligman, themelues i psikologjisë pozitive, i cili thotë se për gjërat të cilat të ndodhin në jetë, duhet të dorëzohesh, sepse nuk ke mundësi ti ndryshosh dhe nuk varen nga ti. Këtë e proklamon psikologjia pozitive. Nuk varen nga ti. Edhe në qoftë se një person paraqet një problem të caktuar, përgjatë trajtimit dëshiron që ta dërgoj deri në atë stad që ai të jetë i kënaqur, të mjaftohet, mirë po gjithashtu do të krijojë edhe pasivitet tek ky person. Sepse në ndërkohë tek religioni të jesh i kënaqur dhe të pajtohesh me situatën në cilën ndodhesh, kjo është shumë e kërkuar dhe është bazamenti, palca dhe themeli, mirë po kjo nuk kupton që të mos përpiqesh për më shumë. Mirë po, këtu çfarë ndodh? Ndjenja e pafuqisë. Kjo është një sëmundje e cila është në kohën bashkëore. Nuk ke mundësi të ndryshosh, nuk ke mundësi të bësh asgjë, prandaj pranoje ashtu siç është, edhe e dita e kemi konsumizmin e zbrazët, e cila thotë se vetëm kënaqësitë e menjëhershme kanë rëndësi. Asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Mirë po, tek mëkëmësia e njeriut si zëvendës si Zotit në tokë, ka përgjegjësi për veprimet të cilat ai bën edhe përgjegjësinë e tij para Zotit. Pra, kush jam unë në thelb, edhe pyetja tjetër, pse unë jam këtu? Në këto dy terme, të cilat i elaboruam, religioni e jep një përgjigje së cilën do të thotë e përmbush shpirtin e njeriut, por edhe e bën ato edhe të kënaqur, por në të njëjtën kohë e bën edhe konstruktiv në sfidat edhe rrethanat e jetës. Në psikologjinë islame, për shembull, kemi 3 lloje të stadeve, të cilët njeriu përgjatë një periudhe, sepse sigurisht nuk arrihen këto brenda natës, por kërkon një periudhë më të gjatë. Dhe brenda kësaj periudhe ai mund të kalojë tek këto stade. Stadi i parë në psikologjinë islame quhet nefs emare, që do të thotë vetvetja apo vetdia e cila i nënshtrohet në këtë rast me to terme që po flasim, i nënshtrohet algoritmeve. Është një skllav i algoritmeve. Në vazhdimsi do të thotë çfarë i servohet, ndikohet, në vazhdimsi krahasohet dhe kështu me radhë. Stadin e ditë e kemi që quhet në terminologjinë e religionit nefs lewame, e cila është ndërgjegja apo vetdia kritike. Ai person në vazhdimsi përgjatë kësaj periudhe e ka një e ndjen atë se është më ndryshe në rrjetet sociale, më ndryshe në jetën reale dhe në vazhdimsi e kritikon këtë nga vetvetja. Mundohet që ta evitojë këtë çarje, mundohet që ta anashkaloj dhe të arrijë sa më autenticitetin e tij, të arrijë sa më shumë originalitetin e tij. Pra e kemi një ndërgjegje kritike e cila është në luftë, nuk e pëlqen këtë gjendje e cila është me maska dhe dëshiron që ta i kaloj. Edhe e kemi stadin e tretë i cili quhet në terminologjinë e religionit nefs mutmainne, që do të thotë vetdia e qetë, e harmonizuar. Njeriu në këtë stad do të thotë është i kënaqur
nuk ka një lloj diskrepance, nuk ka mos përputhshmëri mes asaj që është dhe asaj që dëshiron që të jetë. Ai në vazhdimsi është i kënaqur. Në vazhdimsi është ai që dëshiron të jetë. Sepse është një gjë e rëndësishme. Neve jemi aty ku duam të jemi, jo aty ku është trupi ynë. Për shembull, trupi ynë mund të jetë brenda një objekti të caktuar, mirëpo neve mund të jemi ku duam ne, jo ku është trupi ynë. Trupi nuk na ka prangosur neve, mendja jonë, bota imagjinare mund na dërgojë në vende shumë të bukura ato momente. Dhe nëse një person e ka të rregulluar këtë, është në harmoni, është në paqe me vetveten dhe jeton një jetë origjinale, mundohet që të jetë autentik, ai do të jetë edhe i lumtur, do të jetë edhe i kënaqur, sepse unë më herët para një periudhe pata bërë edhe një shkrim realiteti faktik vs realiteti imagjinar. Çfarë ndodh në kohën e sotme? Ndodh që personi i riu dhe kështu me radhë, qëndron me prindin e tij për 5 orë të tëra, edhe nuk ja përmend çështjen. Pas një ore do të futet në rrjetet sociale, i thot urime ditëlindje no baba im dhe kështu me radhë. Çfarë nuk kupton? Me të qëndroi 3 orë, 4 orë, 5 orë, nuk i tha urime ditëlindjen, futet në rrjetet sociale edhe para të tjereve e bën ato që me qëllim që të tregoj se ka respekt edhe dashuri edhe ku ta di unë se çfarë me prindit. Në ndërkohë, pastaj ajo do t'i bëj, do të shkaktoj probleme vet atij, sepse është një rrugë e cila nuk të shpihet tek lumturia dhe tek harmonia me vetveten tënde. Sigurisht. Ne ju falenderojmë shumë që sërish keni ndarë nga dita juaj për të na nderuar dhe për të folur për një temë të rëndësishme dhe faleminderit për këshillat e dobishme për sa i përket kësaj teme kaq të rëndësishme që e trajtuam. Mendoj që ka edhe shumë çka për të folur për këtë temë, nuk e kemi përthekuar gjitha elementet dhe problematikat të cilat mund të fliten në lidhje me këtë temë, por sadokudo shpresoj që të kem përcjell një koncept, sado që është i mangët, mirë po të jetë i dobishëm fillimisht për mua dhe pastaj për të gjithë dëgjuesit. Faleminderit dhe për juve ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ishte kjo e tëra e përgatitur për pasditen e sotme. Ne bashkë do të shihemi sërish nesër me tema të tjera, risitë të tjera dhe personalitetet të ri. Deri në takimin tonë të radhës, paçi shumë shëndet. Mirupafshim.